Kemi pasur konkursin ndërkombëtar për Parkun e Besimit, i cili ka qenë ndër momentet më mbreslënëse të rrugës së re të arkitekturës dhe të transformimit të këtij vendi në një vend ku edhe arkitektura është një arsye për ta vizituar. 12 finalist, emra ndër më të njohurit në skenën e arkitekturës, të urbanistikës, të peizazhistikës ndërkombëtare janë përballur në një ish kazermë në afërsitë Petrelës, ku po rilind një hapësirë fal një mjeshtit madh siç është arkitekti japonez Kengo Kuma, e cila do t'i vihet në dispozicion artit dhe kulturës. Ka qenë një konkurs i jashtëzakonshëm me projekte vërtet nga më të papriturat, ku është shpallur fitues nga juria ndërkombëtare, studioja prestigjioze Big nga Danimarka. Parku i Besimit do të jetë një destinacion i ri, i cili do t'i japë mundësi banorëve të Tiranës, do t'i japë mundësi të gjithë banorëve të Shqipërisë, por edhe të gjithë atyre që do të vizitojnë Shqipërinë, që të shkojnë në një park ku do të gjenden pemët, bimët, frutat, lulet e të gjitha shkrimeve të shenjta. Dhe ku në ndërkohë do ketë shumë për të parë dhe do ketë shumë për të kuptuar nga historia e këtij vendi.